Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelali, cili na ka bërë prej këtij dini të madh Islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina të pastërt, mbi shokët e tina trima dhe besnik, dhe mbi të gjithë ne të cilët kemi dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit i tina. Sot do vëllezër do të folim për një vepër që çai i cili mundohet me bën këtë vepër mas parher është i mbrojtur pi zjarmit të xhehenemit. Punën e dytë do të jetë në shoqëni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe punën e tretë do të jetë në xhenet inshallah. Shiqoni, vepra e madhe ka kjo shumë. E para, më mbrojt pi zjarmit të xhehenemit, e dyta, më ringjall me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e treta më kon xhenet. A thu, cila është kjo vepër? Pa dyshim që kjo vepër është me u kujdes na për vajzat e tona, që me i eduku ato dhe me i rujt ato e me i përcjell të burri si muslimane. Që ki njeri i cili mundohet që ketë hadith për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qunë vend, do t'i ketë do thotë këto tre mirësi të cilat ne ka mësue Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an po thot: ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët i keni zonë besë Allahu Dhul Gjelal, ku anfusakum wa ahlikum nara, rune vetvetin e juj, por rune edhe familin e juj prej zjarmit të xhehenemit. Ndërsa hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta, po unë kum zgjedh sot një 3 hadithe të cilat hala më preciz po na tregojnë se për ka më tepër duhet më angazhue dhe për ka më tepër duhet me pasën kujdes. Hadithi i parë, i cili hadith e ka derexhen e 2 komentatorëve të hadithit Buhariut edhe të Muslimit, i cili është me shartet e dinëve, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men ubtaliya min hadhihi albanat bi shay. Thot çaj i cili është bon ibtila me vajza, fa ahsana ilayhin, edhe masane mundohet me to me usjell mirë, kunne lehu sitran minan nar, që to vajzat e tina kanë më kanën mbrojtje për ta prej zjarmit xhehenemit. Shiqoni, dhe thot Allahu Dhul Gjelal me dhonë një vajzë, me hadith për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka lloj ibtilaje, lloj sprove. Allah po ta jep një sen, po me të sprovu ti a ki me dit me rujtën, edhe a ki me dit me eduku dhe me përcjell në derën e hujt aman që shdohet. Për atë arsye, në kohën e xahilet lëkit, këtë punë e kanë kuptu shumë mirë. Ashtu që kur Allahu Dhul Gjelal ja ka dhënë një vajzë, i ka rënë huna në tokë, që shtojnë populli, edhe është mërzit shumë. E disa pitinëve qatë shumë që kanë mërzit, sa që ka thonë pale a bohët e hajrit, kja nuk bohët ma mirë të kullë ta lisë na unë me ta, pitash. Allah i narujt, të thotë prej mendimeve, gjahilave, e le gjahilet lëkit, i cili akon para se me ardhën islami. Ama sot kemi ardhën në një situatë, shka me gjahilet lëk, për javte i kalojna gjahilave të kohës ignorancës, e cila akon të thotë para ardhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra, çai i cili e nderon këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mundohet me usjell mirë me vajzat e veta, me motrat e veta, mundohet mirë me usjell mirë me vajzat e veta dhe me motrat e veta, duke i eduku ata që i ka më konë i mbrojtën për zjarmit xhehenemit. Ndërsa hadithin tjetër të cilën po e ban rivajet Imam Muslimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men ala jariyatayn hatta tablugha. Fjala ale, do më thonë kush i ban hazër për një familje të huj 2 vajza, tek tërti sa mos hin bilig, gja e yawm al-qiyamah, do të vjetë thot ditën e kiametit, ana wa huwa, une edhe aj, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ke hatej, sigur që to digishta, i ka përpjek që to digishta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu hadithin e tretë, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men kana lahu ukhtan, çai i cili ka 2 motra, au ibnatan, apo i ka 2 vajza, fa ahsana ilayhin, edhe pastaj me to mundohet me usjell mirë, ma sahabetha kanët ana wa hua fil gjenne, thot une edhe ki do t'jemi në gjennet zbashku.
që të janë pra hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili po mundohet me na shpjegu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se çfarë vlere ka një njeri i cili mundohet për me eduku vajzën e vete në islam edhe me adhon hakin. Edukata o vlezën, si pas qasajna që ka peledzojna na për libra tona, koka të rëlloj. Mas për i herë edukat koka, hala para se me ardhë vajzën dunjo, me a gjetën nanën e khajrit. Me gjetë një muslimanit mirë, e masën e Allahu dhu gjilal donë me qatë muslimanit jep një evlat qik, e masën e qaj nanë e edukon qatë vajzë. Se nuk jeti qaj i cili bunë shmi eduku vajzat. Nana është ajo i cila i edukon vajzat. E dyta shka koka? E dyta koka që qatinve vajzave të cilat Allahu dhu gjilal t'i ka dhonën, me mujtë mjavë siguru një vend, apo një od, apo një qëndrim ku ka më kone sigurt ajo. E këta elhamdulillah se cili pineve po mundohet me ndresht një kulum edhe me ndresht një dhomë, atin me vajzave që me mujtë ku me pasën ato lirien e vete. Për atë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi i vajzës është më i mirë te shtëpia e vete. Namazi i grujës, sikur shka kena na se va për marë në xhami mu fal, gratë se vapin më të madh dhe kanë mu fal na për shtëpitë e veta. Edhe e treta çka? Që shtëpia në të cilën jeton vajza me mujt me rujtën prej harameve, prej shejtanëve të njerëzive edhe prej shejtanëve të gjinëve. Me rujt prej harameve, prej shejtanëve të njerëzive edhe prej shejtanëve të gjinëve. Pra të arsye se na për shtëpitë tona çka nuk po fusim. Po futmi të çfarë njeri i cili nuk i ka frikë Allahu dhul xhelal. E po futmi në për shtëpitë tona të çfarë punëtori i cili nuk i ka frikë Allahu dhul xhelal. E po futmi në për shtëpitë tona të çfarë shkavi i cili nuk ka frikë Allahu dhul xhelal. E pastaj kur po na vin problemet, po thojnë vallai se kum dit, po nuk e ke dit për atë arsye se nuk e morën masa preventive. Hala më e keqe se kjo që na për shtëpitë tona kemi fut tulli çfarë mjetit informimit. Duke nis do thot pi gazetave, e masën televizoreve, radiave, e ma në fund do thot telefonave, e hala më e keqe se kjo, do thot duke i futën do thot internetin. Përpara o vëllezër, thoshin me u bën shpion, merr parë shumë. Që një informatë çona informata kushton, edhe shteti tje parë që e bën shpion. Ama kur pas ka ardhur Gjermani, këto shtetet e Ballkanit këtu, pas ka thonë çdo kun shpionat pagohen me parë, veç në Ballkan shpionat janë pa parë. S'ka nevojë me dhon parë hiç. Do thotë njerëzit shkojnë shpionojnë pa parë hiç. Ku po du me dal? Përpara me pas bën një film të fliqt, një film pa lidhje, të cilat filma i ka bën me të madhe, do thotë Hollywoodi dhe shtëpi tjera, ai artisti ka marr parë, edhe ai artistja ka marr parë. Edhe pa marr parasysh që ka pas e historinë, i ka pas parat e veta, ka mujt me jetuar tek tjetri në fund të jetës vete. Ama sot nuk ka nevojë më për Hollywood. Na shtëpitë tona i kena bën më beter se Hollywoodi. Përpara kena mujt na me pa vetë satelitin, edhe me pa televizin. Edhe tregohet se një shtëpi të muslimanit, kur e pas kam prus parë herë televizin, e një hall plak kur e pas ka pa, e pas kam lu vetin se po na shek i shkavi. Edhe njerëzit ja pas ka nis mu kesh me ta i kanë thonë, oj non, po nuk qef ki, se televizia është kjo. Thotë unë nuk e di, ndoshta më shef të mlona unë. Ama sot ka ardhur çaj vakti çasaj plakës, që qikat tona, motrat tona, nungset tona, bijat tona, po na i shohin ato ka qëtraon. Se secili telefon e ka kamerën me veti. E për atë arsye po na ndodhin do gjona shumë prekse, të cilat na si hoxhallar po i shohmi keq se hoxhallarët janë bon sot si debekaja. Debekaja e di shka është? Shka i din informatat e secilit pineve. Edhe hoxha njësoj si debeka. Këtë njerëzit shkojnë ja kallzojnë informatat hoxhës, qështu. E ku më shku një ditë me një mexhlis, e më ka ardhë marrë masë nej pi vetë tem, po mu ka dhimë shumë edhe baba i qasaj vajzës. Pse se kur henëm atin mexhlis, ja nisi baba vetë me thonën që ka ema qështu, që ka eme qashtu,
Ai rifi i cili e ke zhvendos mund dapi çikës vet, o burr, tha nuk kanë çka jote çështu. Si dush me pa çikën tonë që shasht, që hec hin këshire në Facebook si që shasht. Ai gjunohi 60 vjet, nuk e di se çka në Facebook, se s'di mas pari herë me hin ta. Ama çka vet din me hi, e kur ja kallxoj slikat e çikës vet, atëherë tha çish thoni ju çashtu let mete. Për shka vlezën kjo punë? Për atë arsye se na nuk pi kontrollojnë shtëpitë tona. Po nisi pi vetë tem mas pari herë. Unë e kam një telefon thjesht 100 euro kushton. Në vaktin e vetë, se qëtaj asë 100 nuk kushton. Ama qika eme e ka telefonin 500 euro. iPhone 6, ma i fundit. Qa po do bebi iPhone, po du që e bërë ma iPhone, babat blenti, iPhone veç ti mëso, banu qike mirë. Edhe na ketë babalartë, me qika tona jemi të më shirëshëm, shpirtin me najlip, na shpirtin ja vapmi. Ama a do me thonë që i du të mi avdhon shpirtin, edhe milon ato masini me punu që shtranë qef ata? Ja. Dhe thot, du të munu, na mi avdhon shpirtin, më konë të më shirëshëm dajtinve, po mi pas nën kontrol, se nëse nuk i kemi na nën kontrol, usht janë bon të mëdhaj. Njerëzit të cilët lakmojnë mas mishit tinve, edhe mas bukurisë tinve janë bon të shumët, e masene kur të na vinë i ptilat për mi kokat tona, që ashtu që ka përmenë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me hadith na kuqet ftyra po mo bëhet vonë. Për atë arsye duhet mi prit do punë pa u bën, se kur të bëhet, ka thonë poeti, hajde more mos banzon. O vlezën, ka përcimo gjenerata e nanës teme. Edhe ka përcimo gjenerata e kësaj lokës të cilë e kemi na këtu përpara, të cilës i kanë thonë në mahall nana e madhe, për një mahall akon nanë. Edhe ka ditë një mahall me organizu në darsmat e tinve, në vdekjet e tinve, në punët e tinve, në problemet e tinve. Ama sot ka ardhur një gjenerat shka fëmijët e tonë për na organizojnë neve, jo na ata. Për atë arsye, pra, nëse nuk hecmi me kohën, nëse nuk mundohemi që ato me i mlu, nëse nuk mundohemi që ato me i bë terbi, nëse nuk mundohemi që ato me i kontrollu, nëse nuk mundohemi që me i pas në kontrol, kur del pi kontrollit, masëne mos tu shka u bë. Po më tregon një ditë një profesor, i cili nuk po i len vajzat e veta, jo vajzat e veta, po vajzat e tona, pa i konsideron si vajzat veta, me hije në klasë të shpinkume edhe të ngjyme. Edhe po e kthen një vajzë, pi thot ti sot s'ki me hije në klasë. Ajo përshkon të baba vet, kur vjen baba vet, thot ti shka t'intereson që vjen që ka eme në shkollë. Vend se baba bi thonë falinderit o profesor, shka kujdesesh për vajzën teme, a i shkon edhe hala i qetë brinat. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe juthi nuk ka me hinë gjenet, po as që ka me një erën e gjenetit, ndërsa era e gjenetit njëhet 70 vjetë sa mundët me hes një njeri me kali. A ke pa para si me mrit e fura, i vjen era bukë, edhe thu, ko ka një furë këto. Edhe gjenetit i vjen era, sikur shka i vjen furës bukës, po jo sa furës bukës, po hala ma shumë se furës bukës, 70 vjetë sa mundët njeri me hec me kali i vjen era. A dhe juthi, s'ka me një as erën, po as që ka me hinë gjenet kur Allah i narujt. Ka thonë, kush është dhe juth? Ka thonë, dhe juth është qaj njeri i cili knaqët, duke e pa familjen e vetë të bëhe haramlëke edhe budalakia, inshallah Allahu dhul xhelal në haru. Për këtë arsye o vëllezër, derisa nuk ka bën vonë, a veç ja ka nis mu bën vonë. Derisa nuk ka bën vonë, a veç ja ka nis mu bën vonë, se shumë po kemi na për familjet tona çika të cilat i kanë bën ka 40 vjet hala pa u martu. Për shka? Shumë po kemi na për familjet tona, shka lipmi me gjetë një dhondër të mire s'mujna me gjetë. Për shka? Shumë po kemi na për familjet tona, shka lipmi me regullu një vajzë tonë, po s'pu mujna për shka? Problemi nuk ka që tërkun, problemi të nashtë. Problemi është e na, se disa po i vanojnë martesat me kast, e disa nuk po i vanojnë me kast, po nuk po i bojnë tërbi mirë, e pastaj dikush nuk po donë me apranu. E disa ndoshta po i qesin der të huj, po kur pja qesin der në huj, në pa u bon 24 sahat pja bin të shpia. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë me këto hadithe se nuk ka letë murin gjallë me pejgamberin alayhis salam, nuk ka letë mu kon xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka letë mu kurtalis pi zjarmit xhehenemit. Ama do të jetë me pejgamberin, do të jetë në xhenet, do të kurtaliset pi zjarmit xhehenemit kush? Çaj njeri i cili mundohet me rujt vetin e vet, edhe familjen e vete, e në veçanti
gjinien femnore pi zjarmi xhehenemit. Lusë Allahu dhul xhelal me na rujt vajzat tona prej apetiteve të mëdha të cilat po i shohim ditë për ditë. Lusë Allahu dhul xhelal me i bë terbi ata që kur dalin te shtëpia e burrit vet, më kanë të edukume e me qatë edukatna me fitu xhenetin. Lusë Allahu dhul xhelal që vajzat tona edhe vajzat e krejt muslimanëve Allahu dhul xhelal me udhëzu ka hajri dhe ka e mira. Lusë Allahu dhul xhelal që këto probleme familjare të cilat i kemi në për shtëpitë tona, Allahu dhul xhelal me na dhon urtësi edhe me i tej kaluar vëllezër. Lusë Allahu dhul xhelal çka është më e mirë për familjet tona, që Allahu dhul xhelal me mendua dhe me zbrit në për familjet tona, me kthie marrën edhe me kthie njerëzillëkin në për familjet tona e me na rujt për atyre të cilët nuk kanë marrë dhe nuk kanë njerëzillëk edhe të cilët janë bërë program për dunjojën. Allahu dhul xhelal na dhaft hajrin edhe na dhaft mirën. Këto fjalë mas pari herë për ja thamë vetë teme dhe familjes teme, e pastaj këto fjalë po du me i nda me juve, me kajt këtë dertë, se si do këtë ka me na hangë uki, kur të na hangë uki, kina me menu se ina andër, por nuk jemi andër, por jemi zhgandër, edhe e kina ka përci edhe zhgandërën. Inshallah Allahu dhul xhelal na udhzon ka heri dhe ka e mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.